Përshëndetje miq të dashur të televizionit të shtatë, jeni prapë me mua Zoja Nushin. Po besoj që keni kaluar një javë dhe një fundjavë shumë të mirë, sepse koha u ka tepër e mirë, edhe padyshim jeni kënaqur me rubrikat që na i kena pas në era ver. Unë sot kam vendosur me pas një musafire pak më ndryshe në rubrikën tam, një femën, na zakonisht jemi mësuar me pa femra shumë të mira, shumë me energji të mirë dhe shumë të arritura në mediat tona, po unë sot me shumë kënaqësi ju tregoj kanë kom musafer, për shkak që është bërë super virale me do deklaratat të saj në Kosova Live, por edhe në media tjera, edhe unë i uroj një mirëseardhje Amber. Mirë se erdhe Amber. Mirë se ju gjeta. Por Amber nuk është sot vetë, është bashkë me qikën, me shoqën, çka mi thoni? Valla, antarin e familjes. Që kjo është Mia, do me thonë. Njëra ndër 4 macat që i moj në banesë. Edhe i kom bo shumë virale. Në një farë forme jo më bo ambasadore e macave. E vërtet. Vazhdimisht bëjthirje, mi majt në për shtëpi, mi dash shumë se ka një energji të jashtëzakonshme. Faktikisht është tash na puni një energji shumë të mirë këto në studio. Mia është një ndër macat më të qeta që e kam në shtëpi dhe është pak më e socializuar me dalë jashtë banesës. Se këtu e kam pak problem momentin që ti qetë prej banesës e ka një farë intuite që jetë të dasht me i hup. E vërtet që e du më parë prakisht, po. Po mirë u qetësu pak, u qetësu nështë a peshe që është një ambient pak ma i këndshëm edhe pa dyshim, asë që jena na këtë normal që du të me pas një qëtësi. Po Amber, do shta dhe me njës këtë bisedë me ty, masit që e dim që i bo shumë virale me deklaratat të ndryshme, qysh po do këtë kjo pjesa rjetëve sociale, deklaratat e tuat që i marrin, që i stërdiskutojnë? Po bre, mas parin fani për kimet, po kjo është jeta, kur jeton me maca. Zoja, unë nuk e kom mendu sinqerisht që kom u bo që ka që virale, unë paraqitjen e media e kom njësë shumë rasisht, edhe nuk është që kom pas në i farë tendence me mri, në i farë cako ose në i farë qëllimi. Thjesht, sa herë që unë japë deklarata, japë sinqerta. Nuk mendoj që gaboj dikon për derisa i qes prej vetës tam edhe i mendoj që ashtu që shi thamë. Që janë të mirë mendume? Nështë ta ka njëherë nuk ja huqi po gjykona shumë mënyrë negative. Po gjithmonë jepi arsye vetës që në emisionin e radhës me usqaru për që ata që e këmë thonë para prakisht, edhe mri me pas një farë qëtësie në publik, se për një me janë disa njerës që nuk i ndëgjojnë fjallët e tua që a ke thonë, mjafton me lexu një titull edhe me marrë ato si shambullë me të gjykue. Sa mënon që ti vlerësohesh për sinqeritetin tënë që ti e jep gjatë kohës sa je në intervista, mënon që të vlerësohet kja? Prej njerëzve që më kuptojnë edhe prej njerëzve që më njohin ma shumë se 10 vite, 15 vite, prej familjarve unë nuk gjykona qatë shumë, po prej njerëzve që nuk më njohin edhe që e kryojnë përshtypjen e parë për mu veç në për media, mendoj që gjykona pak ma shumë. Po si do që tjetë se cili mendim është i vlefshëm, edhe ai keq, edhe ai ofendus, edhe ai banali, hiç nuk kanë rëndësi. E rëndësishme është që ata po kanë me çka mu marrë dhe që unë jam pjesë e muhabeteve tyne të përditshme, pse jo? A e bon herë pishman për naj deklarat që te e ke ba? Po, realisht ka ndodhur një keq kuptim kur në njërin prej emisioneve nuk ka rëndësi me cili është. Unë kur kam thënë për shembull gjykojmë në kamp sa dush, po nuk ta lejojmë më gjyku në fe. Ka qenë arsyeja që kanë qenë disa njerëz që vazhdimisht na kanë bërë thirrje me dalë me shku me jetu në Arabi etj. Qëllimi jam ka qenë me u thonë që unë nuk shkoj kudo që më thoni ju me jetu për shkak se vani jam është këto. Unë jam lind, jam rrit në këtë vend. Kurse sa i përket që i kom thonë mos më gjykoni në fe, atëherë është një çështje jam shumë personale që unë kam vendosur më do kështu. Edhe që mendoj që është zgjedhja jam e duhur. E vërtet. Kjo është e gjitha. Cila mendon që është deklarata jote më virale? Ashtu që u kanë shumë bombastike që njerëzit kanë shpërthy, ka shpërthy rjetë edhe ti e nolë për një moment që që goma asë mirë i ke thonë wow. E para ka qenë për dhënjën e dorës shoqnis që e kom qaru edhe të ajo më ka pëqyrë më shumë. Po, unë kom vepru aty paka shumë me një logjik, ma ndi më ka dash me qaru që e kom bo për hatër të lidhjeve farefisnore që mos me shkaktu një përqarje në familje për shkak se unë jom rrit në ambient me djem të agjës e me agjallare, me djem të agjës babit e që sot m'ja unal dorën, nështë unë e këthena prapë shpitem, po të babi ma e kam problem, se thojnë vajza tu as po na flasin. Është një farë gjykimi halon shoqnin tonë që nuk është shumë i qartë se çka duhet me ndodhë. Edhe ka qenë deklarata e fundit në Kosova Live që kam thonë me falit raftim. Qysh je përballë me komentet që kanë ardhur mas asaj deklarate, se u kanë Po të nesërmën kur i hapa mediat i këshin marrë krejt si tem diskutimi edhe diskutojshin thuja se gjithë ditën, po mi rani në regull, unë e këmë thonë një mendim një qëndrim të amin.
Ti e menon do me thonë që është qaja? Unë nuk menoj që duhet me u tradhtu qiftet me zveti, në asë një formë, në asë një mënyrë, asë nuk bëj thirrje me u tradhtu qiftet me zveti, për shkak se familja është e shenjtë. Po unë mendoj që nëse na dojna me rujt një familje që kemi ndërtu 20-25 vjetë, 15 vjetë, edhe është një moment që dikush mundet me ra ndikim ti, unë mendoj që duhet mu falë për hatër që asaj kohë që ti e ke shpenzu për me kriju qatë familje. Edhe që nuk ja vlen, për shembull, për një qast shumë të vogël, nështë edhe në i kuf. A nisët kjo këmendim i joti, ka buran, a buran për naj eksperience personale, apo për naj rejthit që ti e ke njëse, nëse nisim edhe logaritim që jo që për normalizën tradhti, po që shumica njerëzve kanë marrë të tillë deklaratën, që ti po e normalizën tradhtin. Jo, realisht unë një shumë gra që i kanë falë tradhtit. Po tjetër është që guximi tyne për me bo mediale ose për me bo të madhe në mënyrë mediatike me tregu që e kanë bo ata është i mangët. Edhe për këtë arsye në momentin që një shumë njerëz mendoj që jo mbazun në disa statistika që veç i kom dëgju. Edhe që nuk ju ka ra keq asnjëherë, sinqerisht se ka ndodhur një herë, ka ndodhur për raste të caktuara për një ose dy arsye. Edhe që kur është fal, mëshira shumë e madhe ndaj njëri tjetrit me çat çift që janë me zvete, i ka bo që me konë mandej tutje dhe të shëndosh edhe familje shëndosh. Unë një shumë gra, një shumë njerëz që kanë falë tradhti, po që sinqerisht nashta janë pak të mangët kësaj përket guximit me u deklaru. A menon që në përgjithësi jena pak hipokrit kur bëhet pyetja e tradhtisë, kur është në pyetje kjo temë? Nuk jemi të sinqert. Nuk jemi të sinqert. Po menon edhe mujna me u zgjiku për sinqeritetin nëse na veç e flasëm rreth pjesës së tradhtisë? Na gjykojmë sot për gjithçka. Na gjykojmë edhe për dukjen tonë dhe për pamjen tonë dhe për ndryshimet që i bëjmë te vetja. Nuk është diçka e rëndësishme sot gjykimi. Nëse e llogarisim një mes, disa femra gjykohen që e falin tradhtinë, disa femra gjykohen pse nuk e falin. Mun ka bu përshtypje një detaj. Jo që më ka bu përshtypje deklarata jam, unë e kom mirë mendua ato. Unë atë fjalë kom thënë edhe në shoqni kur kom qenë. Ka bu një përshtypje një detaj që kur jam hi kom lexu komentet, për herë të parë që kom lexuar ai koment, ka qenë që aty ka pas shumë komente që shumë gra kanë falë tradhtinë. Edhe unë nuk jom një të keq për atë fjalë, për shkak se kanë qenë... Do me thënë shumë gra kanë gjetë vetën të deklarata jote që janë pajtu me. Fiks, edhe që e kanë gjetë një farë prehje për me u bo kurbani familjes në një farë forme. Po që mandej që e kanë rindërtuat atë familje, që e kanë rindërtuat lidhje, është për një me marrje energjisë, është për një me marrje kohës, po që ja kanë dalë edhe që e kanë te i kalu edhe që sot jetojnë me që ata njerës që e kanë që tash për shembull bashkë me mendimin tënë, unë personalisht nuk kisha mujt me falë tradhtinë, sepse unë mendoj që tradhtia është e mirë menduar. Na dim shumë raste të grave që për arsye të ndryshme e falin tradhtinë, ka aspektit të në personal, na ka rënë shumë me një biseda tavolina, arsyet pse i kanë fal, po që unë prap nuk pajtona sepse unë mendoj që një njeri nëse tradhton ai e mirë mendon, e përgatit atë, nuk është diçka e rastishme. Pse duhet më u fal? Çfarë nëse se ka mirë mendu? Po tradhtia është e mirë mendune. Jo, nuk mendoj që është qef, si në partner, si në shoqni, ti e din që jetu e botë të qëllimshme. Okej. Zoj, po flasim... menoj që është pak... Po flasim pak... Edhe si tim delikate është. Po flasim pak për rrethanat që ne ekzistojmë në sot si shoqni. Dalin, rinia sot dalin, pin, dehen. Në një moment, vjen një moment që vjen një ftesë, ndoshta prej një palës tjetër, që detyrimisht në qatë gjendje që është nuk mundet me i përballu, edhe bjen prej që ati ndikimi. Po, ama shumica në momentin që edhe konsumojnë edhe alkoholin, e gjenë si pretekst alkoholin edhe thojnë, kem ndikimin e kem në ndikimin e alkoholit edhe ndodhe. Unë e menoj se gjithë shka është kontrolune deri me një pik të caktune. Në momentin që ti do me tradhtu dikan, ti jetu e botë qëllimesht. Mirë, a mendon ti që njeri unë që do ndush mi a falë dikuj pa tjetër? Po, a mendon që njerit që do nuk tradhtan? Unë mendoj që nuk duhet një afal njeri unë që e donë. Unë e menoj që njerës që donë nuk tradhtan. Unë se kisha afal asë njerë, kisha majtë për vete, na jemi njerës gabushëm. Sepse ti, nëse llogarit një familjar tonin që e ki, ti s'munësh me abonit keqë, se ti e donë, ti e runë. Është sikur një lullet që ti e ujit, kujdesësh për të për me urrit, aja njëjtë është edhe dashnia. Edhe në fund me prej degën një gjë vërllak. Jo, e ta shtyra pëshe, do me thonë, apo nisëm prap dyat e një lullet që e rritë, ujit edhe vjen deri te madhësia e saj, të zbukurimi i saj, edhe vjen një moment që për një gabim që nështë edhe ti ke qenë shkaktare, është preqa e lullet dhe hudhët të mbërlag. Unë që ta nuk e toleroj. Gjithmonë nisna prej parimi që kur Zoti na fal, që jemi njerëz gabushëm, kush jemi na mos me fal.
Adin është paka shumë... E vërtet, gjithë shka që lidhët me Zotin është e pranueshme. Kështu që, kur ai na falë për gabimet që ja bojmë vetë vete, se na gabime ndaj Zotit nuk bojmë, ai është i pagabushëm. Po, në momentin që na i bojmë gabime vetë vetës, dhe Zotit thot ju fali për gabime që ja bëni vetë vetës, unë mendoj që na jemi krijesa shumë dopta për mos me falë. Pse mos me falë? E vërtet, edhe na në përgjithësi mundohen me kanë njerëz më të mirë, po Amber, a menon ti që mbulesat bën njeri më të mirë? Jo, në asnjë mënyrë. Njeri të mirë të bën sinqeriteti, të bën edukimi familjar, edhe të bën edukata që ti e ke marrë për institucionet e shkollës ka ke ardhë. Edhe normalisht që rrethanat, shoqënia, institucionet ku i punon, krejt tonë ndikojnë që ti me ka një njeri mirë. Mbulesa është veç një dukje jotja, që dikush vendos me uduksion, dikush vendos mos me uduksion. Unë asnjë formë nuk e gjykoj kërkon që s'duket sion, edhe nuk i parigjykoj këto që duken sion, po bojnë vepra tjera për shembull. Nuk i gjykoj gratë që kanë shamia që i ngjesin thojt. Për mu nuk është në rregull, po së shpesh na kena hasë në këto komentet që në momentin që u ka një grua mbulune, nëse është kujdes për vetën ose i ka bë thojt ose është ly, me njëherë e kena paragjyku? Janë disa parime fetare që për një men nuk thehen. Edhe unë jam projq aty në parimeve që për shkaqe fetare nuk i bëj. I kam të ndaluar edhe që ato i respektoj deri në momentin e fundit. Po unë nuk jam kërkushi me gjykuar tjetrën për shembull që... A mo le ta flasim të drejtën, se jashtë asaj nëse janë personat mirë të mbulum apo të pa mbulun, prap më pëlqejnë shumë femra si ti që janë me mbulesë, po edhe janë të kurune deri në skaj. Se nuk ka lidhje, ti jetu e qitë mbulesën, amo ti moje vetën. Tjetër është në mënyrë private, ato procedura tjera që shkojnë që e ki haloni kujdes ma të veçanë. Beso mëzoj që edhe para se me vënu mbulesën, unë gjithmonë e kom pas qëllimin që me u dogë bukur edhe kur të mbulona, për shkak se kom pas qëllim me iftua ata njerë që mos me më gjyku, pse ti po dogë është ka qkeq edhe pse ke vënu mbulesën. Jo, unë du me lani pasqyrë të mirë, du me lani një shije të mirë të njerëzit, edhe Zoti është i bukur edhe thot dok nuk bukur edhe jo. Pa dyshim që po. Unë këto i kam... Po, sa ke shkat veti për ta nëse është ma komod mune që në me vendos të shpia vetë, mi thonë. Qëto e ka shpim, po jo mirës njerë. Se ta që kina mi bo do pytjet që i kena këto, edhe kina me u përgjigjë bashk. Hajde, edhe ty me mua? Unë është me i zgjedh, po. Unë e kësha pas shumë qef me pas qitë madhë qito, po nuk e di jam rrenë mu. A ta provojmë? Po du me ja prishra atin. Okej, kështu po thot, atë kanë thënë do njëherë, ti nuk dukesh si që të imaginoja. Atë kanë thënë? Realisht, mu më thonë shumë shpesh. Apo? Për shkak të mbulesës, jo për ndaj detaj tjetër, po për shambull ndodhe me shoqet kur jam, kur e hekin mbulesën para tyne, më thonë, wow, s'ko menu që je qishto, ose s'ko ma imaginu që je qishto, e qka ndodhë të gjinja e kondër që imaginata atyne shkon për te jasaj që na e mendojnë. Për te i skajt. Fiks. Edhe gjithmonë i kanë do pytjet jashtëzakonshme, për shembull, i kanë do pytje që mendja em nuk më rrinë mi kuptu pëse duhet me bëhat pytje edhe unë jam grua, edhe unë jam femën, edhe unë jam njeri në vitë gjitha. Për shembull të pysin a flanë me pijama, a flanë me shami. Jo, mbulesë. Palojmë kam pyt, a flanë me shami, adin, edhe normal që jo është. Momentin që je në ambientet shtëpisën, momentin që je në ambiente që të lejohet mu hek mbulesa para tyne, normal që flajna si krejt njerëzit, nuk është diçka jashtëzakonshme. Kështu që po më ka ndodhë shumë shpesh, me thonë që çdo ditë më ndodhë. Po që nëse jena të kjo pjesa paragjykime, vënë e di se si me mbulesë, si pa mbulesë, pa dyshim që na kena me konë të paragjykunse dhe mu personalisht në shumicën e rasteve, nëse unë e kom vendos me dalë me një mënyrë tjetër me na i intervistë ose me na historiet mije, temën që unë e kom pasë dhe njerëzit kam paragjyku se kam menu që mendje madhe. Po ma mendje madhe ose nashta pak ma lejkatare me thonë me zbutat, po që në momentin që njerëzit ullën, diskutojnë me ty, i ndrojnë dy lafe, e ndrojnë komplet mendimin, po edhe nëse ti e kini mendim, thuj ati të njëjtë si masa, prap njerëzit kanë me paragjyku, po kjo nuk do të të që paraqitja jote edhe ajo që ti dënë me u shfaq, përfaqëson pa tjetër ty. Unë e këmë thoa shumë në për media, si kur t'isha pas mundësi se cilit njeri që më gjykon, mja jep mundësin me dajt me mu, besom që nuk e kish pas ma qatë për shtypje. Po kjo është e mira dhe e keqja e pjesëve e rrjeteve sociale, që të gjykon ose e të qenurit ftyrë publike. Më kanë gjyku edhe para se me qenë ftyrë publike, nuk e kom na i farë problemi se për shambull më kanë gjyku edhe kur e kom në mbulesën e pse, ti ki shumë kapacitet me mërije,
Mendoj që mbulesa nuk të kapaciteti ndalenat, është mbranda mbulesës, jo në mbulesë. E vërtet. A mendon se mbulesa ti ka hapur më shumë dyrë apo ti ka mbyllur? Në kontestin personal, shpirtëror. Shumica e menojnë, ka shumë pikë çka ka ndodhur me këta. Kontestin personal, shpirtëror, dera më e madhe që më ka hapur shqetësia jam. Rahatia jam, edhe që unë e kum përmbush një kërkesë që Zoti e ka ndaj meje. Kjo është pika e parë, që nuk e ndroj me edhe nëse më japet një rrogë 10 milion euro për shembull. Sa i përket kontestit të pjesës së punës, në fillim kam pas pak problem, po tash jo. Tash jam stabilizuar, kam një punë shumë të mirë, vlerësojnë shumë, kështu që jo, jam në rregull. Shumë mirë, në këtë përgjigjen tonë nuk ka vend me komentu ma shumë, e lojna përgjigjen tonë. Okej. A ndihesh ndonjëherë paragjykuar para se të flasësh? Paka shumë që e diskutume dhe paraprakisht. Po, s'është diçka jashtëzakonshme. Po që ma herët ke për pjesën e jashtë me a paragjykohesh, po? Mendoj që prej që unë po paka shumë pjesë e medjave, njerë sikur hezitojnë më pyet, sikur hezitojnë më vetë diçka, sikur hezitojnë më thani menim të veten. Unë nuk i kundërshtoj mendimet e njerëzve. Se, mënon që reflekton atë femrën super të fuqishme, që tutën me ta boni pyetje ose menejnë prezencën tona? Nështë unë mendoj që thojnë, nëse unë i flasë kësaj për alkoholin, kjo këmë më gjyku që unë jam një pianat. Jo, unë nuk e mendoj që atë pjesë. Unë mendoj që çka do që ti në jetën tonë e bën është e drejtë e jotja që ti ki vendos me bo, edhe që në momentin që unë vendosi me të respektu, këmë të respektu sa t'jo me ty. Qa bën tutje, nuk është ma problemi jame. Ndoshta e stigmatizojnë pak vetën, disa detaje nuk dojnë me diskutu me mu. Shpesh ma bojnë të kisha thonë diçka, po e di që jeti, po thuje, a din thuje, po jo. Po dhe se unë të kompot që atia si tipit që e the paraprakisht që nuk të intereson shumë ose nuk përzihesh në mendimet e tjetër, se përderisa ajo është tu e boni veprim edhe i shkakton dëm ose të mira vetë vetës, nuk i shkakton dikuj tjetër, është në rregull me vetën. Është në rregull me vetën, fiks, çka don le të bën me jetën e vet, në momentin që më cenohet të drejta jam në çat pjesë ku unë bashkëpunoj ose kam një pikë bashkëpunimi me ta, atëherë unë të rrekna. A mod nuk të lëndoj, ose nuk provoj me dëmtu asnjëherë në qatë mënyrë. Çfarë thotë edhe Zoti? Zguxojmë ndryshe. A të ka ndodhur ndonjëherë që dikush të kërkoj falje pasi të ka njohur? Po. Pyetje shumë e mirë. Po. Më ka ndodhur edhe para se me pas mbulesën. Më ka ndodhur për shembull që kemi pas raste që jemi taku me njerëz që kum njoft vajza në këtë rast, me i sqaru disa detaje. Po e zëm shembull ka ndodhur një thashë thëmbi dikush te dikush, edhe jem dalë me sqaru. Për shkak se unë e disha sigurt që jam e pastërt në atë muhabet, edhe kur ja kum sqaru, ja kum jap argumentet e mia, më ka thonë m'fal se ka na rënë ndikim të një thashë thëmit. Po kjo më ka ndodhur masi që jam mbulu. Më kanë thonë që më ke dok mendje madhe, më kanë thonë që më ke dok e jashtëzakonshme në mendime, në veprime, gjykona shumë edhe prej komunitetit musliman për disa deklaratat mia që po tek e fundit unë e kam thënë 100 herë se cili ka mëkatet e veta për të cilat meritojmë i lut Zotit për më na fal. Që në fund të ditës i pagun ti. I paguaj unë personalisht, jo dikush tjetër. Secili kemi mëkatet tona mbi të cilat duhet me u lut Zotit për falje, kështu që le të merret secili me mëkatet e veta, besoj që i mjaftojnë. Ama sinqerisht është pak e dhëmshme nëse vetë që menon që njerëzit e kanë atë mendim për dikën dhe vjen një moment i tillë që më të kërku ty falje, tu mos e pas besimin të ti ose tu mos e pas një mendim të mirë për ty. Në kuptimin që shtaj paraprakisht që thashë theme në dim që ka poshtë e përpjet sa dush, po në momentin që mas nej vjen personi dhe ty të kërkon falje për atë mendim që e ka pas, t'len shumë pikpytje se qysh po njihet ai. Ose qysh po njihet ai tjetri që u shkuja ka thonë që ato thashë theme, e që nështë më ka njoft ma mirë se sa pala tjetër. Ku e ka marrë guximin ai me fol për mu, për derisa për një me nuk i bën kur keq kërkujt. Unë e tutna një kafshë sot mi bo keq, jo që tutna që më dëshkon kafsha, po ai që ka kriju terrin të sheh, Zoti të sheh edhe në terr. Kështu që unë tutna edhe në terr me boni mëkat, se le ma gjatë ditës që mundën me më pa njerëz dhe njerëz. Po që tash mas e kena edhe macën, merre një letër edhe po më kujtohet njët që thojnë Zoti nuk është macë me të gritë. Po e njëjta ajo mas e është edhe maca prezent.
Cili është paragjykimi më qesharak që ke ndëgjuar për një grua me mbulesë? Hajde, Amber, se besoj që ka shumë. Po duhesh me pas një të veçantë. Unë po ju gjithmonë po referonat e vetja. Kom pas gjykime që më kanë thonë qëra arabja sa bukur flet shqip. Po dhe me një anë është kompliment. Po kompliment. Se arabët janë bukra. Si janë të bardha. Po të bukra. Të bukra janë, po unë nuk është që jom një keq me këtë koment, po thjesht është diçka e paqen, diçka që nuk ekziston. Si kur të kisha jetu atje me arë veç për një kohë të shkurt, ndoshta kisha me thonë që është një pjesë e identitetit me cilin unë jom formsu, po jo. Unë jom lindën Mitrovic, jom rritën Mitrovic, jom shkollu në Prishtinë, vjemri është Kelmandi. Amber është pure shqiptare. Kelmandi pure shqiptare. Me fese me tradita, kështu që qëto gjykime pak më kanë bo me mendu, pse duna unë me kanë pak më ndryshe se sa tjerë që e flasin gjuhën e njëjtë, pse më thonë arabe, ose turke, ose tek e fundit. Po gjithsesi pa dyshim që duhet mi marrë si komplimente. Nuk i gjykoj, që ka dojnë letojnë është jeta atyne. Gjithë shka që ka dojnë letojnë. Me rëndësi let menojnë dishka. Të t'jon pjesë e muhabeteve tyne, pse jo. Qëfar do të doje që njerëzit të ndalonin se pyturin gratë me mbulesë? Se besoj që ju vinë shumë pytja. Qyshe dhe edhe prakesh që disa pytje që s'ka mas kuptem. Po, kisha do është mësmi veta e keni në zetë. Do me thonë temperatura është e njëjtë si për mu, si për ty, veç që sot është e vërtetume edhe shkencarisht që gratë me mbulesë ka një farfladi pak më të madh se sa gratë pa mbulesë, edhe është arsyeja shumë logjike, se dielli kur ta prek lëkurën tone e shkakton nxehtësinë shumë më të madhe se sa teone që e prek një rrobën, e mandej rroba e prek lëkurën, që i bjen që nuk ndikon direkt nxehtësia e diellit, po tek masi që ta prek, do me thonë nxehet rroba, mandej nxehet trupi yt. Edhe është një fakt shumë interesant që për shembull kur shkaktohet djersa, mu ma pin rrobat, ma pin që kjo pjesa qëto, ma pin që kjo pjesa qëto, që nuk më shkakton mundim. Edhe neve sot mundimi na myt ma shumë se sa nxehtësia, jo djersa, jo ira e keqe, kështu që unë që të pjesë jam komad. Je komad, jam shumë komad. Po menoj që të pjesa paragjykimit të mbulesës ma shumë ju bje me ju paragjyku kur jeni edhe në plazh. Më kanë ndodhë, më kanë thonë dul balena prej detit. Dul balena prej detit. I kemi në ato tesha tona që normalisht që deti nuk i kemi të ndalum, se edhe për neve është i kryum deti. Mirë po i kemi regullat tona me cilat shkojmë në deti. Edhe musë më bëm për shtypje që ka vesha e tjetra. Unë e shioj detin që që shion e tjetra. Uj njejt, ju ka po. Po shërimi nëse shkoj me gjete dhe unë për mes teshave të mija, kështu që ka të li farloj komenti që për momenti edhe s'pon kujtojnë për bes, po ka që sharak e ka shumë serioze. Me rëndësi, ti shka në bënd qefin tënë edhe shumë femra tjera cilat janë të mbulune, komentet le të vazhdojnë. Le të vazhdojnë. Cila pyetje të bën gjithmonë ti rrotullosh syt? Që kjo? Pse kjo? Kum pa komente që jo, unë e kam një problem. Për shembull, kur më pyesin diçka, mu në moment unë vin 3-4 përgjigje. Edhe mendoj cila është adekuate me fol për vendin ku jam. Edhe derisa t'i bin fije cilën duna me fol që tash ka mundësi që e shfrytëzoj si mundësi teknike për me gjetë përgjigjen adekuate. Absolut s'ka ndaj farë qëllimi tjetër, sinqerisht jo. Që kjo është mundësia vetme që unë muna mi rrotullu syt. Që të vinë shumë... Vinë shumë përgjigje, në sekundë unë vinë shumë përgjigje, edhe që sinqerisht e zgjedi vendin, edhe zgjedi personin kanë e kam përballë se çka duna mi thonë. Që për shembull mu pyetja që më bën me rrotullu syt është kur më thonë po ti koke e meçme, a çka që meçme je? Po ti se ke di se s'ka ro, po. Po de. Se s'ka njoft e keqja e kësaj. A mendoni se njerëzit e njohin për karakterin apo fillimisht për pamjen? Njerëz gjykojnë mbi pamjen e mandej të njohin karakter. Që është me të ardhë keq. Që është me të ardhë keq, po që unë prapë po e thamë, si kur kishim pas mundësi me se cilën qefin me najt me neve, e kishin ndryshu për shtypjen edhe për karakterin, edhe për personalitetin, edhe për gjithë shka tjetër. Po gjykimet shkojnë dukjet parë. E vërtet, pajtona me ty 100% për këtë përgjigje. Të ka prek edhe ty sigurt. Nëse do t'i hiqeshin të gjitha paragjykimet për një ditë, çfarë mendon se do të ndryshonte? Zoj, unë mendoj që Zoti na ka kriju njerëz
të ndryshëm, për me qenë bota kjo që është. Si kur të kishim qenë të gjithë të njëjtë, nuk ishte qenë interesant. E vërtet. Për shkak se kri kishim mendu njëjtë, i kishim hangër sanet të njëjta, i kishim pisan, i kishim bo punën e njëjtë, edhe që ky laramaniteti në shoqnin botë nuk kishte me qenë ka që i bukur që është tash. Le të gjykoj njerëz, le të paragjykoj njerëz, le të flasim, nuk është ndonjë problemi shumë i madh. Për ndryshe na ekzistojnë fal këtyne dhe ata ekzistojnë fal neve. Kjo është e gjitha. Veç duhet me pas parasysh një sen që asnjëri në këtë botë nuk ka ardhur për një qëllim. Ti nërsa kur ke qenë në moshën 7 vjeçare nuk e ke mendu asnjëherë çka ki mu bon të ardhmen. Ke pas ëndra mu bo mësuse, ke pas ëndra mu bo police, ëndrat që na kanë mësu paraprakisht. I ke pas determinume çka me mendu, pas njëherë nuk e ke pa veten këtu ku je sot. Kjo është fal mundit edhe përkushtimit tënd ndaj kësaj fushe. Po e vërtet se na normal që kur jemi të vegjël edhe jemi në shkollë, kena mendime të ndryshme se çka kena me u bë dhe kanjëherë nuk e dim veten ku mujna me kom, po që me një mënyrë ose tjetër na e kena paramenu këtë jetë që se kena ditë që tash kena me jetu, se mu shpesh me rasti se tash që jetoj këtë jetë e shoh që ma herët e kom dashur qitsen, po s'kom ditë që jam tu e dashur. Fix, do me thonë është diçka që lind brana teje dhe që ti me çdo kush mundohesh me mri. Edhe që halal na kohë që s'dorëzohem asnjëherë. E vërtet. Kjo është për mu vlerësu. Nëse do të kishe mundësi t'ju thoje vetëm një fjalë atyre që të gjykojnë në rrugë, cila do të ishte? Tu i noj një ka një Amber. Ti qështu? Dje lexova një koment. Nuk e di a guxoj me thonë si term. Unë momentalisht jetoj në fushë Kosovë. Edhe më tha dikush, më falni, po kërkoj shumë falje në fushë Kosovës. Besom nuk u lëndova unë për termin, po menoj për fjalën, sa më lëndoj termi që e përdorin për sta njerëz. Kërkojna falje dhe distancojmë nga termi, kërkojmë falje atë në që mujnë me u prek. Kjo nuk është gjuhë jamja, në asnjë formë, në asnjë mënyrë, përkundrazi se cili njeri që jeton këtë botë e meriton emrin njeri mbi të gjitha. Unë kisha bërë thirrje që çto terme që njerëz i lëndojnë mi hek ma prej zhargonit gjuhës tonë. Nuk jemi në ansuazat që duhet vazhdimisht me ofendu dikon. Sinqerisht nuk univa unë e keq për komentin, po univa keq për pjesën e komunitetit ram egjiptian Hashkali që mundën me përjetu hala që të fjallë shumë keq. Për ata univa ma keq se sa për vetëm, kështu që shumë po kërkoj falje, po të njëjtën kohë po bëj thirrje që ky term më u hek prej gjuhës tonë, se është pak i vrazhd, është ofendus, edhe dikush njihet shumë keq me këtë fjalë. Padyshim që njerëzit që kanë mënyra të ndryshme që nuk e llogarisin sa mund me ofendu tjetrin, se nëse e kthyer në kontekstin tjetër nuk është diçka ofenduese, se krejt jemi njerëz, se edhe ti paraprakisht që jemi krijesa të Zotit edhe Zoti ka menu përgjithësisht në çdo detaj të mundshëm, edhe kush jena na m'ia jap një term ose m'ia caktu një emër ndryshe dikujt një personi tjetër. Po ajo është më të keq që njerëzit binë në atë pikë ku tash kemi shkollat, kemi rrjetet sociale, njerëzit janë avancu dhe duhet me kuptu që njerëzit janë për njëri tjetrin edhe duhet milion anash bullizmin, shamet edhe këto problematika tjera se ka probleme më të mëdha që na mujna me u mirë me to. Ka probleme që na hala nuk di me respektu vetën tonë mas pare, e ma ndej tutje tjetrin, po sinqerisht nuk më rrin kur gjë nëse ti ofendon dikon. Aq ma pak një komunitet që jeton në një vend që është i joni që me hapa shumë të sigurt e kemi marrë shtetin dorë dhe e kemi ndërtu deri çtu ku është. I miri keq ky që është e kemi bo vet. Edhe me dal një njeri që ndoshta as emrin e vet nuk e kesh, do me thonë ish komplet anonim, e me ta jap një koment të tillë në rrjetet sociale, me njëherë kom reaguar kom shi mos me pa dikush, jo që univa vet keq, se unë jo mësu, nuk e ka ma problem, po thash mos nihen keq pjesa tjetër që i takojnë qëti komuniteti, e që fatmirësisht ju ka ndru emri, që unë i vlerësoj mbi të gjitha për shkak se janë njerëz. Aty mundet me pas njerëz shumë atë mirë se na, po që fati i tyne është pak ma i vrazh në raport me raportet shoqënore se sa na. Na i kemi disa benefite pak ma të mira, e fatkeqësia nuk është që ata e kanë darë qështu, aty një u ka sërvu dikush. E vërtet. Amber, na jena në fund të intervistës, unë edhe njerë po edhe one, dishta me kërku edhe njerë falje për publikun për termin që u përdar, edhe po shpresoj që para gjykimet kanë me unalë edhe njerëzit kanë me u vedisu
për gjeset të tëne, për termat të tëne që i përdorin edhe njerëzit me pas ma shumë dashni ka shi komunitete. Krejt komunitete. Unë edhe përqtaj për mena me qëllim që me bo thirje me ndalu që ta, e që edhe është zoti që ta njerëz pak, isholla se më gri. Jo, se besa, jo, mja është e Së në pota të qef me morë mocën që në start, po nuk mujta me kopë se dash me nejtë të momi vetë, kështu që unë ambër të falendrej shumë që ke pjesë e rubrikës tem, kalum shumë mirë. U knoqa edhe unë sinqerisht. Po besoj që ki kalu ti mirë, po edhe moca. Po mirë, u relaksu paka shumë. Edhe shikus të dashur, unë ju falendrej që keni qëndru me neve, edhe që sporrin edhe që emisioni ka me vazhdu edhe keni me kalu shumë mirë, kështu që une ju uroj një vikend, sot. Pret. Hajde mja. Që, do me thonë, as të unë, as të ti. Falemderit shumë Amber edhe kaloni bukur. Falemderit shumë për ftesën.